Përshëndetje YouTube, sot do t'ju tregoj se si shkarkoni një video flash nga interneti nga faqe të tilla si YouTube, Facebook apo dhe faqe në cilën mund të shikoni filma siç janë Mistreci.com e të tjerë. Për ta bërë këtë gjë, duhet të shkarkoni browserin Mozilla Firefox. Pasi ta keni shkarkuar, duhet të instaloni një add-ons që quhet Flash Video Downloader. Linkun do ta gjeni tek description. Klikoni Add to Firefox. Pas shkarkimit, ajo do t'ju kërkojë të instalohet. Unë nuk jam duke bërë këtë procedurë pasi e kam të instaluar në browserin tim. Pasi të instalohet, do t'ju shfaqet ky butoni i vogël këtu. Hapni videon tuaj të preferuar. Për shembull, në rastin tonë është një video nga YouTube. Ok, pasi hapim videon, shohim që ky butoni bëhet aktiv. Dhe nëse klikojmë sipërti, kemi disa mundësi shkarkimi sipas formatit dhe cilësisë së videos. Mjafton të klikojmë download dhe shkarkimi i videos do të fillojë. Faleminderit dhe dëgjohemi herës tjetër.